Në Pallacin e Kulturës Asim Vokshi në Gjakov, sonte është hapur ekspozita tematike fotografike kushtuar xhamive të shkatëruar në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe në Kosovë, një ngjarje kulturore që synon të ruajë kujtesën historike dhe shpirtërore të trashëgimisë islame. Kryeimami i Bashkisë Islame në Gjakov, Visar Koshi, zbuloi qëllimin e kësaj ekspozite. Bashkia Islame e Republikës Kosovës së bashku me Riasetin Islamik të Bosnës kanë organizuar do të thotë me këto fotografi që nuk janë vetëm foto, por më shumë është një lloj ndërgjegjësimi i popullatës për mos të harruar historinë e tyre, e cila ka ndodhur në këto vende. Koshi bëri të ditur edhe mesazhin përmbajtësor që përcillet përmes këtyre fotografive. Këto janë vetëm disa prej fotografive të cilat tregojnë do të thotë ato që kanë lënë pasojat e pas luftës, e me të cilat populli jonë nuk i harron dhe e ka të shkruar në histori dhe në këto fotot të cilat janë ekspozuar sot. I pranishëm në këtë ekspozit ishte edhe drejtori i Institutit për Hulumtime dhe Studime Islame, Sabri Bajgora, i cili theksoi rëndësinë e këtij organizimi veçanërisht për gjeneratat e reja. Ekspozita sotme tregon se ne duhet që gjeneratat të reja tu tregojmë se çfarë kemi përjetuar neve si popull nga një armik i përbashkët, i cili sot e kësaj dite ka ambicie të tilla ndaj neve shqiptarëve, sepse gjeneratat e reja duhet të dinë të kuptojmë se me kë kemi pas edhe me kën ata do të kemë punë ndoshta në të ardhmen. Ekspozita organizuar nga Kryesia e Bashkisë Islame të Kosovës në bashkëpunim me Riasetin e Bashkisë Islame të Bosnjës dhe Hercegovinës, përmes fotografive autentike dhe mesazheve të forta vizuale, përcolli dhimbjen, kujtesën dhe qëndresën e objekteve të shenjta të shkatëruara gjatë luftrave, duke rikujtuar rëndësinë e ruajtjes së trashëgimisë fetare dhe kulturore.